Ne kemi 35 vjet që s'ka ndryshuar asgjë. Dhe në momentin që ti thua, e qash po shkputen fare nga ta dhe krijon diçka të re, fiton edhe mbështetjen e qytetarëve, simpatinë e qytetarëve. Thon jo po thon prit tani se ti i pa provuar. Po pikërisht jam i pa provuar, se këta që provove, s'të dhanë asgjë, por s'të dhanë pronën tënde. Është si të thuash tani, ditu të zgjedhësh midis të vjetrës dhe një të vjetre tjetër. Po ku kemi të rene, pse do provojmë pra të vjetra? Ne të vjetrën e provuam 2 herë. Pse do të zgjedhin shqiptarët midis të vjetrës dhe të vjetrës? Kur mund të zgjedhin midis të vjetrës dhe të res? Duhet të ngulim këmbë dhe atë që ne jemi bindur, që s'ka më, nuk do të vazhdojmë me të vjetrën, po burra tani ta bëjmë realitet. Zgjedhjet e para për ne si parti janë zgjedhje shumë të rëndësishme sepse për herë të parë ne mund të çojmë në parlament një grup deputetësh që realisht do bëjnë interesin e qytetarëve, jo interesin e tyre personal, siç kanë bërë të tjerët, pasi të tregojmë dhe ta meritojmë mbështetjen dhe atyre të tjerëve që s'kan patur besim, do bëjmë opozitë brenda në parlament dhe ju ta shikoni, ajo që kanë bërë këto 8 vjet në